do të agravohet, do të përshkallëzohet. Rrit, për momentin kur unë ju akuzoj juve që keni këto qëllime dhe keni ndërmarrë këto veprime subversive, si mund të ketë mirë kuptime edhe pajtim politik ndërmjet ne? Absolutisht, domethënë me këto u legalizu pas një periudhe 6 vjeçare. Një muaj mjaltit jetë shkurt, ose në politikë është jetë shkurt. Ka shpejt u shemë në raportet, nuk beson të askush në rrjetet sociale. Gjithë aq e mbanin të menaxhuar krizën midis tyre. Pajtohem jashtë syve të publikut. Pajtohem rrit, ndonë se unë tash. Saqë mediat po thënë me raste po ishin mbështetësit e tyre që janë të paguar nga Serbia. Ndëgjorit pajtohem këtë drejtim personalisht, unë prapë tham e din komunikimin tim modest politik dhe publik, asnjëherë nuk dëshiroj të them u thashe këto mirë, po unë do thot nga fjalimi kur e ka mbajtë presidentja në Kuvendin e Kosovës, fjalimi vjetor, për cilën nuk dëshiroj tash ta përsëris veten, dhe akuzat që ka hedhur në atë kohë ndaj keqmenaxhimit në politikën e jashtme, besoredun aty e kam parë fundin e këtyre raporteve politike dhe disa herë kam thënë që nuk do të ketë rikthim në të njëjtën frymë të bashkëpunimit, sepse duke e njohur personalisht edhe zotin Kurdi, do të di si frymon politikisht, e di si gjykon, e di si operon politikisht, tek zoti Kurdi prapë tham me rëndësi për të është dyshimi dhe jo fajin. Momentin kur krijohet një dyshim politik te ai për ndonjë personalitet nuk riparohet ajo çarje që inicohet dhe aq më tepër do ato akuza kanë ardhur në një moment kur qeveria e Kosovës ka qenë në presione të jashtëzakonshme ndërkombëtare për atë që ajo e ka konsideruar misionin e saj historik, sepse për lëvizjen vetëvendosje do thotë shpallja e pavarësisë në shkurt të vitit 2000 ka qenë vetëm akt formal, e njëjta po kuptimsohet vetëm me ardhin e lëvizjes vetëvendosje. Dhe kur po kryhet ky mision titanik kombëtar dhe shtetëror, i cili mund të kalojë nëpërmjet dhimbjeve të mëdha, sepse nuk ka lindje të re pa dhimbje të mëdha. Kjo është filozofia e lëvizjes vetëvendosje. Nuk ka lindje të re pa dhimbje të mëdha. Do të ne duhet i durojmë këto dhimbje shoqërore, politike, këto presione që të realizojmë këtë interes strategjik dhe në këtë moment kur ndodhet në këtë presion të jashtëzakonshëm qeveria e Kosovës quhet Vjosa Osmani dhe godet dhe lëndon lindjen e re sipas konceptit të lëvizjes vetëvendosje. Atëherë s'ka më këtu kthim mbrapa. Besoj këtu tash prapë tham në betejë është zonja Osmani dhe të tjerët që gati se emrat e tyre në habitatin politik nuk po çojnë pesh. As zoti Abdigjiku, as zoti Hamza, as të tjerët fare janë të marginalizuar. Nuk mund ta them me siguri. Pikpamje të peshës politike, të betejës, të asaj gare. Nuk mund ta them me siguri të plot, por unë pres afrim të nuk e di pozicioni, nuk di si shkojnë procedurat, pres riafrim të Lumer Abdigjikut me Vjosa Osmanin dhe mbase mund ndodh në fazën fillestare ndonjë lloj koalicioni parasgjedhor, në mënyrë që të krijohet terreni politik për këtë ribashkim të madh, sepse Lumer Abdigjiku ka dështuar politikisht reagimet e ndryshme radikale. Vendimin e saj për te ambicës personale, si do të qoftë Vjosa shpëtoi po këtë opozitë. Po shpëtoi këtë opozitë. Nëse Vjosa Osmani e goditi këtë opozitë me zgjedhjet e 28 dhjetorit duke caktuar datën dhe me shumë vendime tjera oportune ndaj kryeministit Kurti, madje e çmagjepsi në fund Vjosa Osmani duket që e çmagjepsi edhe lidhjen demokratike të Kosovës nga entuziazmi i saj mbi transformimin e Kurtit. Çfarë leximi kanë bërë situatës politike. Para 2 ditë se si janë të lumtur me këtë kthes, pas 2 ditë nuk ka më kuptim që të ketë takime, sepse u vërtetu që gjitha ato pas kanë qenë in skenim për një agjendë të caktuar politike. Pra njëjtit nuk kanë qenë në gjendje vetë ta kuptojnë këtë gara të jetë interesante. Pajtohem.